pas rasen për kletëri, disa familje kanë bërë evakuimin e tyne. Ne tentuam të marrim edhe një qendrim nga kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka qëndruar prapa shtëpisë tonë, duke e pasur të pamundur të komunikojë me neve. Realisht është po shihet, nuk është gjendje e mirë, nuk është gjendje stabile, për shkak të rreshave atmosferike që është në përmosa shumë të mëdha. Dihet që këto fatkeqësitë natyrore janë pa parashikueshme, po jemi të angazhuar gjithë ekipet zjarfikse për me dhënë qytetarëve ndihmë aty ku baraqitet nevoja për evakuim popullatët, qoftë nevoja për me lëshuar edhe pompat për thithjen e ujit, siç është rasti tash te trafostacioni i komunës së Drenasit. Kemi angazhuar edhe ekipe shtesë në bashkëpunim me Agjencion e Menaxhimit të Emergjencave, kanë sjellë disa pompa me kapacitete të larta për thithjen e ujit, për mos me lëmë më dërtu pompa trafostacionin për mos. Po, kem pas rasen për kletëri, disa familje kanë bërë evakuimin e tyne. Presëm tash nëse ka edhe ndaj rast që kërkon me bën evakuim të familjes, ne jena të gatshëm për me dalë ndihmë të tash. Ku keni ndërhyr përveç trafostacionit? Përveç trafostacionit kemi ndërhyr disa shtëpia të banimit për kletëri që ka pas vërshime, ka depërtu ujt nëpër shtëpia të banimit për mosa 30, 40 dhe 50 cm që u vështërsu edhe lëvizja qytetarëve, lëvizja banorëve të aty të asaj lagje, kanë kërkuar evakuim për neve. Domethënë ju kem asistuar, kem bën evakuimin e disa fëmijëve, disa të moshurëve që janë në ato shtëpia banimit. Sa i përket mjeteve, keni mjete të mjaftueshme nëse zgjahet veç zgjasin vërshime? Çfarë më thon, na kapacitetet që kena i kena në shfrytëzim gjithë ato. Domethënë ka mungesë të resurse materiale dhe teknike, po megjithatë na përpjekjet tona janë maksimale për me dalë qytetarëve ndihmë në gjithë sport. Ndër komunat me gjendjen më të rënduar si pasojë e rreshjeve të shiut ditëve të fundit është edhe komuna e Drenasit, ku po shihet se rruga e cila të çon në qendër të qytetit është bllokuar totalisht nga policia e Kosovës, e po ashtu të pranishëm janë edhe ekipe të shumta të zjarfikësve të Kosovës, për arsye se është prekur edhe trafostacioni kryesor në këtë komunë, pra në komunën e Drenasit. Ne tentuam të marrim edhe një qendrim nga kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, të cilët janë hapat që i kanë marrë qysh në mëngjes dhe janë mobilizuar ekipet mobile për t'i dalë qytetarëve në ndihmë. Mirë po i njëjti ka qëndruar prapa shtëpisë tonë, duke e pasur të pamundur të komunikojë me neve për arsye se rruga është bllokuar nga vërshimet e shumta të shiut.